Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, aku po takohemi sërish së bashku për të ndarë lajmet më të fundit për Eurovisionin. Sot jemi në prag të finales së madhe të Eurosongut, na ndajnë edhe pak orë edhe pak minuta për të parë Beatricën dhe Gjergjin teksa do të ngjiten në skenën sonte të Eurovisionit për të performuar edhe një herë këngën Zgjerm, një këngë që në fakt ka bashkuar kulturën shqiptare dhe ka treguar dhe në botën e jashtme traditën. Skena është e ndarë në dy kënde, do me thënë një kënd është krejtësisht i kuq dhe një kënd është krejtësisht i zi, që nënkupton flamurin ton kombëtar, dhe më pas është veshja që Beatrice ka përzgjedhur, e cila është punuar me shumë shpirt të pastër artistik nga nëna e Beatricës, që është kujdesur për ngjitjen e Beatricës sonte në skenë. Është hera e parë në 70 vjet organizimit të Eurosongut, do me thënë pas të gjitha investigimeve që bëra, jam interesuar shumë për Eurovisionin, arrita ta kuptoj që si një ndër kompeticionet më të fuqishme të muzikës, ishte krijuar në vitin 1956, kemi patur përfaqësues të fuqishëm, kemi patur në vitin 2004 Anjezën, më pas Anjeza Shahinin, kemi patur Luiz Eilin, kemi patur Rona Nishliun, kemi patur Ronela Hayatin, do me thënë këngë që në fakt janë vlerësuar shumë nga publiku i huaj, janë vlerësuar shumë nga ndërkombëtarët, por vlerësime që ka marrë kënga e Shqipërisë nga ndërkombëtarët si në këtë Eurovision nuk ka patur në asnjë Eurovision tjetër. Do me thënë euforia, dëshira shumë e madhe që këtë vit të fitohet Eurovisioni. Tani unë nuk dua të them dhe këtë pjesën tjetër se cilat mund të jenë shkaqet që ne akoma mos ta fitojmë, sepse bëhet fjalë për një vend të vogël në Ballkan krahasuar me shtetet e tjera që marrin pjesë, që janë goxha të fuqishme dhe shumë më të mëdha që përfshihen brenda Europës. Mendoj që do të luan pak kjo loja politike nëse nuk do t'ja japin Shqipërisë, por sipas duartrokitjes, euforisë, dëshirës së madhe, vlerësimit që kanë bërë edhe ndërkombëtarët, analistët e mëdhenj të Eurovisionit, do me thënë këngën Zgjerm e kanë vlerësuar pafund. Beatrice ka një lloj këndimi interesant që në fakt ka nxjerrë në pa atë këndimin, le ta quajmë malësor, të hanës të malit të malësisë të madhe, pasi që ka një lloj mënyre të këndimi që është me këto të bërtitura që ne i kemi dëgjuar gjithmonë, të paktën ashtu quhen, në zonën e malësisë, do me thënë ka bërë një mix mes veriut, jugut, traditës shqiptare. Është një këngë që nxjerr krejtësisht kulturën shqiptare. Do me thënë, më pëlqen fakti që Beatrice ka përzgjedhur që këngën ta këndoj në gjuhën shqipe, do me thënë nuk është larguar as pak nga originaliteti, nuk e ka përkthyer në gjuhën angleze. Kënga është kënduar në shqip dhe është vlerësuar për interpretimin, për mimikat skenike, do me thënë ka qenë në formën më të mirë të mundshme dhe lëvizjet skenike i ka patur spektakolare, gjë për të cilën do me thënë është një artiste goxha e ndërtuar. Unë kam arritur të siguroj lajmin se si sonte do të radhiten këngët dhe në çfarë vendi do të jetë kënga shqiptare. Finalja Eurovisionit 2025 do të zhvillohet sot në Basel të Zvicrës. Organizatorët kanë bërë publike renditjen zyrtare të performancave për natën finale përmes profilit zyrtar të konkursit. Norvegjia do të hap natën me këngën e tyre, ndërsa Shqipëria do të mbyll finalen me shkodrën elektronike me këngën Zgjerm. Suedia, një nga favoritet kryesor për fitoren, performon në pozicionin 23. Do me thënë janë 3 këto shtete që në fakt kryesojnë për të fituar. Unë do të kisha dashur që Anjeza ka qenë në vitin 2004, tani këtu do të më plotësoni pak. Unë e di që Anjeza ka qenë në vendin e 5, Anjeza Shahini, më pas kemi shkuar me Luizin në vendin e 7 ose të 8, me Rona Nishliun kemi shkuar në vendin e 3 me Ronën kemi qenë, dhe më pas do me thënë kemi patur dhe Ronela Hayatin, që u keq interpretua në fakt tek publiku shqiptar, sepse Ronela preku një pjesë intime të saj gjatë këndimit dhe kjo u komentua shumë, por thjesht Zgjerm është në treshen kryesore sonte për të qenë
pjesë e natës fituese. I keni të gjitha publikimet se si mundeni të votoni nga e gjithë bota. Shkodra elektronike sonte ka nevojë për mbështetjen tonë, sonte ka nevojë për votën tonë dhe mendoj që Shqipëria meriton që ne të investojmë nga celulari jonë një votë për ta mbështetur sonte Beatrisën edhe Gjergjin. Ashtu siç bëjnë ndërkombëtarët duke na mbështetur ne, duke duar trokitur, le të bindim ne botën e jashtme, sikur ne bëhemi bashkë të gjithë mund ta nxjerrim fitues, ashtu si nxolëm Ruizin në Big Brother dhe si nxorëm edhe Gjestin. Ne do të takohemi sërish së bashku, vazhdojmë të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.